3 monedha në njastëk, sekreti I lashtë I pasurisë. Të dashur miq, mirë se vini në këtë video të veçantë ku do të zbulojmë një ritual të lashtë, të thjeshtë por jashtëzakonisht të fuqishëm, që lidhet me tërheqjen e bollokut dhe pasurisë në jetën tuaj. Ky ritual ka udhëtuar nëpër shekuj, I përshpëritur nga njerëz që kishin kuptuar se pasuria nuk është vetëm punë e ditës, por edhe një akordim I thellë I mendjes dhe energjisë gjatë natës. Sot do t'ju tregoj hap pas hapi, me të gjitha detajet, ritualin e monedhave në njastër. Do ta shpjegoj çdo pikë në mënyrë të thellë, fantastike dhe plotësisht praktike, që të mund ta zbatoni menjëherë sonte. Ky ritual nuk është magji e zbrazët, është një metodë e fuqishme për të riprogramuar në ndërgjigjen tuaj drejt bollokut. Pika 1. Mjeti. Pse pikërisht 3 monedha të njëjta? Le të fillojmë me themelin e ritualit, mjetin. Ju duhen saktësisht 3 monedha të njëjta, të së njëjtës vlerë dhe të së njëjtës valutë. Qoftë 3 lekë, 3 euro, 3 dollar apo 3 monedha të çfarëdo monedhe që keni në dorë, por të njëjta. Numri 3 nuk është I zgjedhur rastësisht. Në traditat e lashta, numri 3 simbolizon stabilitetin, ekuilibrin dhe manifestimin. Mendoni për 3 këndëshin, është forma më e fortë në natyrë. Ka bazë të gjerë dhe kulm që ngrihet lart. Kur përdorni 3 monedha, ju po krijoni një strukturë energjetike të fortë që mbështet qëllimin tuaj financiar. Çdo monedhë përfaqëson një aspekt të bollokut. Monedha e parë, pasurinë që vjen lehtë. Monedha e dytë, stabilitetin financiar që mbetet. Monedha e tretë, rritjen e vazhdueshme dhe të pafund. Zgjidhni monedha që ju bëjnë të ndiheni mirë kur I mbani në dorë. Mos përdorni monedha të ndryshme, sepse energjia duhet të jetë e unifikuar. Nëse nuk keni 3 të njëjta, dilni dhe blini ato. Ky veprim I vogël është tashmë hapi I parë drejt bollokut. Pika 2. Pastrimi I monedhave. Para se t'i përdorni, monedhat duhet të pastrohen. Lajini lehtë me ujë të rrjedhshëm, mundësisht ujë të rubinetit ose ujë burimi nëse keni mundësi. Ndërsa I lani, imagjinoni se po hiqni të gjitha energjitë e vjetra, të gjitha transaksionet e mëparshme, frikën, borxhet, stresin që kanë mbartur. Thuajini me zë të ulët ose në mendje. Ju pastroj nga e gjitha e vjetra. Tani ju dedikoj për tërheqjen e bollokut, pasurisë dhe mundësive të reja në jetën time. Ky hap është shumë I rëndësishëm sepse monedhat, si çdo objekt që kalon nga dora në dorë, mbledhin energji. Duke I pastruar, ju po I bëni ato të pastra si një fletë e re letre ku do të shkruani historinë tuaj të re financiare. Pika 3. Veprimi para gjumit, mbajini në dorën e djathtë dhe vizualizoni. Kur të jeni gati për të fjetur, uluni ose qëndroni në shtrat. Merrni 3 monedhat në dorën e djathtë. Dora e djathtë simbolizon dhënien dhe marrjen aktive të energjisë. Mbyllni sytë. Merrni frym thellë 3 herë. Tani filloni të vizualizoni qëllimin tuaj financiar në mënyrë sa më të gjallë dhe emocionale. Shihni veten duke hapur llogarinë bankare dhe duke parë një shumë të madhe. Imagjinoni një faturë të paguar plotësisht. Ndjeni gëzimin e një rrogë më të lartë. Vizualizoni një mundësi biznesi që troket në derë. Ndjeni emocionet, gëzimin, lehtësimin, sigurinë, falënderimin. Mos thjesht mendoni, ndjeni. Trupi juaj duhet të reagojë sikur ajo pasuri tashmë është këtu. Sa më shumë emocione pozitive të krijoni, aq më e fortë bëhet sinjali që I dërgoni universit dhe në ndërgjegjes suaj. Kaloni 3 deri në 5 minuta në këtë vizualizim. Mos u nxito. Ky është momenti magjik ku mendja kalon nga bota materiale në botën e energjisë së pastër. Pika 4. Vendosja e monedhave në njastër. Tani arrim tek pjesa më magjike, më delikate dhe më e rëndësishme e të gjithë ritualit, vendosja e monedhave në njastër. Ky nuk është thjesht një vendosje e thjesht objektash. Ky është momenti kur ju aktivizoni ritualin dhe I jepni urdhrin e qartë universit dhe në ndërgjegjes suaj. Bëjeni me respekt, me fokus të plot dhe me ndjenjë të thellë, sepse ky hap është çelësi që e bën gjithçka të funksionojë gjatë natës. Si ta bëni hap pas hapi,
merrni të 3 monedat në dorën e djathtë. Uluni ose qëndroni ulur në shtrat në një pozicion të rehatshëm. Mbyllni sytë për disa sekonda dhe merrni një frymëmarrje të thellë. Tani vendosini monedat në një jastëk në formën e një trekëndëshi të përsosur. Një monedë vendoset lart drejt pjesës ku do të mbështetet balli ose maja e kokës. Ky është kulmi i trekëndëshit. 2 monedat e tjera vendosini poshtë, pak më larg njëra nga tjera, duke formuar bazën e fortë të trekëndëshit. Formoni trekëndëshin sa më simetrik që të mundeni. Duhet të duket si një piramidë e vogël energjetike nën kokën tuaj. Vendosini saktësisht aty ku do të preket koka juaj. Jo anash, jo në cep, por pikërisht në qendër, në zonën e ballit të tretë. Kjo është zona ku energjia juaj mendore është më e fortë dhe më receptive gjatë gjumit. Pse trekëndëshi është kaq i fuqishëm? Numri 3 dhe forma e trekëndëshit janë të shenjta që nga lashtësia. Ai përfaqëson ekuilibrin perfekt midis mendjes, kulmi, trupit, baza, shpirtit, energjia që rrjedh. Kur i vendosni monedat kështu, ju po krijoni një fushë energjetike të mbyllur që funksionon si një magnet i vogël, por shumë i fuqishëm për pasuri. Gjatë natës, kjo formë transmeton mesazhin tuaj financiar pa ndërprerje, edhe kur ju jeni duke fjetur thellë. Çfarë të thoni kur i vendosni? Ndërsa i poziciononi monedat, thoni me zë të ulët ose në mendje, ngadalë dhe me bindje. Ju 3 moneda të bekuara, tani po ju aktivizoj. Punoni për mua gjatë gjithë natës. Tërhiqni bollkun, pasurinë, mundësitë dhe mirëqenien financiare në jetën time. Kjo është dëshira ime e pastër dhe unë e falenderoj universin që po ma plotëson. Përsëriteni këtë 2-3 herë me ndjenjë. Mos e thoni mekanikisht, ndjejeni çdo fjalë sikur tashmë po ndodh. Çfarë ndodh gjatë natës? Saposa i vendosni monedat, energjia fillon të punojë. Truri juaj kalon në gjendje theta, gjendja e ëndrave të lehta dhe më vonë në delta, gjumi i thellë. Në këto gjendje, nëndërgjegjia është si një tokë pjellore. Trekëndëshi i monedave vepron si një program i vazhdueshëm që riprogramon besimet tuaja të vjetra përpara, duke i zëvendësuar me besime të reja të bollkut. Shumë njerëz që e kanë bërë këtë ritual raportojnë një ndjesi të çuditshme qetësie dhe sigurie sapo e kryejnë hapin. Ëndra të lidhura me para, sukses ose mundësi. Zgjojnë më të qetë dhe me ide të qarta në mëngjes. Këshilla të rëndësishme për këtë hap, bëjeni me dashuri dhe besim, jo me dëshpërim. Mos i shtypni fort monedat, lërini të prekin butësisht jastëkun. Nëse gjatë natës bien, mos u shqetësoni. Thjesht vendosini sërish në formë trekëndëshi të nesërmen. Në mëngjes, mos i hiqni menjëherë. Qëndroni 10-15 sekonda me sytë mbyllur, ndjeni mirënjohje, pastaj hiqini me kujdes dhe ruajini në një vend të pastër deri në mbrëmje. Ky hap i thjesht por i kryer me vetdije është ai që e ndan ritualin e zakonshëm nga një ritual vërtet transformues. Pika 5. Qëndrimi mendor gjatë natës. Tani vjen pjesa më e rëndësishme, si të flini me një ndjenjë të thellë mirënjohjeje dhe besimi. Jini mirënjohës sikur pasuria tashmë po vjen. Largoni çdo frikë, ankth ose dyshim për paratë. Thuani në mendje para se të bini në gjumë, faleminderit për bollokun që po vjen në jetën time. Unë jam i hapur dhe i gatshëm ta marr atë. Gjatë gjumit, mendja juaj është si një kopsht ku farat që keni mbjell mbrëmjen po rriten pa pengesa. Prandaj, sa më i qetë dhe pozitiv të jeni, aq më të bukura do të jenë rezultatet. Rregullat dhe këshillat e rëndësishme. Konsistenca. Ky ritual duhet të bëhet për 30 net rresht. 30 ditë janë të nevojshme për të krijuar një zakon të ri neural dhe për të ndryshuar modelin energjetik. Mos e ndërprisni. Edhe nëse jeni të lodhur, bëjeni. Privatësia. Mbajeni ritualin plotësisht privat. Mos ja tregoni askujt. Energjia e këtij rituali është si një far që duhet të mbetet nën tokë derisa të mbijë. Kur i tregoni të tjerëve, shpesh shpërndani energjinë dhe krijoni dyshime. Veprimi në jetën reale. Ky ritual nuk zëvendëson punën, përpjekjen dhe vendimet e zgjuara.
Ai ju bën më të vëmendshëm, më intuitiv dhe më të gatshëm për të kapur mundësitë që tashmë ekzistojnë rreth jush. Do të filloni të shihni shenja, ide të papritura, njerëz që ju ndihmojnë. Rezultatet që mund të prisni, në fillim, më pak ankth përpara, më shumë qetësi të brendshme. Më vonë, mundësi të papritura, zgjidhje për probleme të vjetra, rritje të të ardhurave, ide biznesi, njerëz të duhur që shfaqen në kohën e duhur. Përfundim. Ky ritual ju mëson një të vërtetë të thellë. Pasuria ndërtohet jo vetëm me duar gjatë ditës, por edhe me mendje dhe zemër gjatë natës. Kur i bashkoni të dyja, rezultatet bëhen të jashtëzakonshme. Nëse e zbatoni këtë ritual me besim, për 30 net do të habiteni me ndryshimet që do të ndodhin. Mos harroni të bëni like dhe të abonoheni nëse ky përmbajtje ju ndihmoi. Në komente shkruani, unë e filloj sonte, nëse jeni gati të tërhiqni bollkun, faleminderit që ishit këtu. Natën e mirë dhe që pasuria të rrjedhë lehtë në jetën tuaj.